Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 4 shkopinjt, kalorësi i kupave, faqja e kupave dhe 3 shkopinjt. Atëherë, java juaj hapet me një ndjesi stabiliteti të brendshëm. 4 shkopinjt flasin për një bazë që ju e keni ndërtuar me mund, një moment i vogël, festimi i heshtur brenda vetes. Pra ju nuk jeni në një pikë shpërthimi energjie, por në një harmoni të qetë që ju lejon të ndërroni. Kalorësi dhe faqja e kupave tregojnë se bota juaj emocionale bëhet më e gjallë. Ju mund të ndjeni impulse krijuese, dëshirë për të shprehur ndjenja ose një thirrje për të qenë më të butë me veten. Është si një dialog mes zemrës suaj dhe pjesës suaj të brisht, intuitive. 3 shkopinjt e mbyllin këtë kapitull me një vështrim drejt horizontit. Ju po filloni të shihni më qartë ku doni të shkoni. Duket se kjo nuk është një javë për vendime të nxituara, por për vizion, pra me kartën e 3 shkopinjve. Nga ana intuitive, unë do të thoja që duke qenë se kartë kryesore kemi 4 shkopinjt, është kalorësi i kupave dhe faqja e kupave dhe 3 shkopinjt që jeni ju duke pritur. Kam përshtypjen që për disa, kjo energji më flet që sikur disa prej jush ndoshta presin dikë në familje, t'ju vi në shtëpi. Ndoshta jeni me pikpyetje, t'ja kërkoni ju këtë gjë, pra jeni duke menduar po si t'ja bëj, po si t'ja them, sikur doni që ta afroni në shtëpinë tuaj. Kjo nuk mund të rezonoj me të gjithë. Thash, mund t'jetë për disa prej jush kjo lloj energjie që po marr. Megjithatë, këshilla e kartave për ju është që t'i jepni vetes mundësinë për të ndërruar pa e gjykuar procesin. Pra në një farë mënyre t'i shkruani idetë tuaja, të flisni për ndjenjat tuaja me dikë që e keni të besuar, sepse ju rriteni kur i lejoni emocionet të jenë busull dhe jo pengesë. Kalojmë në familje. Në familje kemi temperancën, 6 kupat, 3 kupat dhe 7 monedhat. Në familje energjia është shëruese. Temperanca sjell ekuilibër. Ju mund të gjeni veten në rolin e personit që qetëson ujërat. 6 kupat hapin kujtime, nostalgji, ose rikthim, ose mund bëhet fjalë për fëmijë, pra bëhet fjalë për lidhje të ngrohta familjare, mund të ketë biseda që ju rikujtojnë rrënjët tuaja. 3 kupat flasin për gëzim të përbashkët. Mund të jetë një moment i vogël feste, një takim, ose thjesht mund të ketë të qeshura, të çiltëra, pra të sinqerta. Por 7 monedhat flasin se marrëdhëniet familjare janë një investim afatgjatë. Pra ju po shihni rezultatet e durimit tuaj. Për disa unë mendoj që ndjej që mund të jetë se ju dëshironi që dikush të vijë në familjen tuaj, që të festoni, sikur jeni duke e pritur me 7 monedhat dhe jeni duke imagjinuar gjithë këtë dëshirë, ose duke e përjetuar. Pra, dikush nga e kaluar ose një familjar që ju e keni shumë gjanë, sikur doni të bashkoheni, t'i pastroni keqkuptimet, t'i shëroni marrëdhëniet dhe sikur jeni duke pritur, siç ishte edhe në gjendjen tuaj personale, domethënë kjo energji më përcillet edhe në familje. Dhe si këshill nga kartat unë do të përcillja që mbase është e nevojshme të praktikoni durimin aktiv, pra me 7 monedhat në fund. Mbase duhet të dëgjoni ose të bëni një gest kujdesi nga ana juaj që mund të jap një efekt më të madh ose një rezultat më afër pritshmërive tuaja. Pra, mos nxitoni të kërkoni rezultate, se familjes ndoshta i duhet pak kohë për të lullëzuar.
Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 2 monedhat, 4 shpatat, 5 kupat dhe 2 kupat. 2 monedhat tregojnë një balancim delikat. Ju mund të ndiheni sikur po mbani 2 botë në duar, detyrimet dhe dëshirat, frikën edhe shpresën. Sikur ka një lëvizje të vazhdueshme, një përpjekje për të mos e humbur ekuilibrin emocional. 4 shpatat ju këshillon të pushoni. Ka plagë të vogla ose lodhje psikologjike që kërkojnë qetësi. Ju mund të ndjeni nevojën për distancë, për reflektim ose një pauzë për të kuptuar se çfarë doni vërtet. 5 kupat sjell një hije trishtimi, ndoshta një zhgënjim i kaluar që ende ju prek. Por kjo kartë është edhe një kujtesë. Jo çdo gjë është e humbur. Ka ende kupa të mbushura pas jush, që janë këto 2 kupat këtu nëse i shikoni. Pra jo gjithçka ka mbaruar. Dhe më pas vjen karta e 2 kupave, që është thelbi i kësaj energjie. Kjo kartë flet për takim shpirtrash, për një mundësi pajtimi ndoshta për disa prej jush, ose mund të jetë një mundësi afrimi ose një lidhje e sinqertë. Nëse jeni një marrëdhënie, kjo është një javë për të rindërtuar intimitetin. Ndërsa nëse jeni vetëm, atëherë duket se energjia është e hapur për një lidhje që ka potencial. Si këshill nga kartat, unë do të përcjellja që ndoshta ju duhet të përballeni me zhgënjimet pa i lejuar ato të përcaktojnë të ardhmen tuaj. Pra flisni hapur për ndjenjat tuaja, mos e fshihni brishtësinë, sepse ndonjëherë aty qëndron forca juaj. Dashuria kërkon prani të plotë, jo perfeksion. Kalojmë tek puna. Në sferën profesionale kemi faqen e monedhave, hëna, 7 shpatat dhe asi i monedhave. Atëherë në punë java nis me një energji mësimi dhe fillimi, që është faqa e monedhave. Për disa prej jush mund të jenë dhe të ardhura të vogla që i merrni, nuk janë shumë para, por janë diçka. Dhe ndonjëherë për disa të tjerë, faqa e monedhave mund të tregojë edhe kuriozitet ose dëshirë për të përmirësuar aftësitë tuaja. Pra duket se jeni në prag të një ideje ose projekti të ri, por siç thash, për disa mund të jenë edhe para të vogla, jo shumë, por mund të jetë një shumë modeste. Hëna sjell paqartësi. Jo çdo gjë është e dukshme, mund të ketë informacione të fshehura ose pasiguri. 7 shpatat paralajmërojnë për kujdes, që nuk do të thotë me patjetër tradhti, por mbase është e nevojshme të përdoret strategjia nga ju. Ju duhet të jeni vigjilent, do të thoja unë, me detajet. Asi i monedhave është premtim. Pra duket sikur një mundësi konkrete është në horizont për rritje materiale ose profesionale. Nëse veproni me maturi, kjo mund të jetë farë që rritet gjatë, se është e qëndrueshme. Monedhat flasin gjithmonë për qëndrueshmëri, pra nuk janë diçka kalimtare. Dhe si këshill, nga kartat thuhet se ju duhet të verifikoni çdo informacion dhe të mos ndani planet para kohe me njerëzit, edhe me ata që i njihni dhe me ata që si njihni. Pra mos flisni me njerëz, i rezervoni për vete gjërat tuaja, ecni me kujdes dhe mos keni frikë të kapni mundësitë kur ju dalin para. Sepse ndonjëherë disiplina mund të jetë çelësi i suksesit. Kalojmë në prizm Oracle, ku kemi Comfort. Karta Comfort është përqafim simbolik, do të thoja unë, sepse ajo thotë se kjo javë nuk është për betejë të mëdha, por për kujdes ndaj vetes, sepse duket se ju po ndërtoni forcë përmes butësisë. Paqim!